Mirëmëngjesit, jemi këtu me Valton Ajetin nga Eurosiku. Shumë kënaqësi ju pas pjesë e power të ngjarjet edhe PR zonës sot. Faleminderit shumë Gili për ftesën, edhe ndjem kënaqësi që na keni ftuar, edhe të jem sponsor general në eventin e juve ose summitin më të madh në Ballkan. Si po ndjeni ju në power të ngjarjet, çfarë ndjenje po ja jep? Për mua është një ndjenjë që ndoshta më herët nuk e kom pas, të marr parasysh çfarë eventi, çfarë summiti. Është kënaqësi kur I takon shumë njerëz, shumë kompani, shumë biznese, shumë korporata, por kënaqësia më e madhe është bashkëpunimi me ju në këtë summit. Po flasim pak për një temë që ne kemi zgjedhur pra pikërisht për sigurimet shëndetësore. Sa mendon që janë kompanitë të na në Kosovë të vetëdijshme me I pajisë punonësit e tyre me sigurime shëndetësore, sepse kur flasim për fushën e ngjarjet, ky është një aspekt shumë I rëndësishëm që asiguron edhe mirëqenien psikologjike dhe fizike punonësve. Po, të marr parasysh tash që sigurimi shëndetësor është një prej benefiteve më të mira për kapacitetet e njerëzve në Kosovë dhe për bizneset në Kosovë. Kjo sigurimi shëndetësor e arrin atë nivelin e lartë të kënaqëmërisë punëtorëve. Kjo ndikon në anën e sigurisë dhe ndihen të sigurt. Përpos kushteve të mira, sigurimi shëndetësor është një prej privilegjeve ose benefiteve më të mira që munden me pas punëtorë në kuadër të kompanive të tyre. Sidomos në kohën e fundit ka filluar duk shumë u vrej që burimet njerëzore kanë kërkesa të vazhdueshme prej pronarëve, prej korporatave që çdo punëtor të jetë I mbuluar me sigurim shëndetësor. Në këtë aspekt Eurosiku e bën diferencën me sigurimet shëndetësore edhe me ofrimin e pakundërshme që ju përshtatet. Cilat janë disa histori suksesi që ju I keni se Eurosik që ju ofroni kompanive dhe që kanë treguar rezultate shumë të mira deri tash? Histori suksesi na kemi disa, po kisha mujt me veçu një dy korporata, siç është Starlabs edhe Teleperformanca. Këto janë kompani që kanë me mira punëtor. Tek ne kanë gjetë një bashkëpunim disa vjeçar edhe atë bashkëpunimin që e kanë është I jashtëzakonshëm. Duke filluar prej komunikimit, transparencës, vlerësimit dëmeve, trajtimit, kushtet e mira, mbulueshmërisë shumë të madhe që e kanë si pako. Gjithashtu edhe territori mbulimi që është I jashtëzakonshëm, nuk është vetëm Kosova, është Kosova me rajone, Kroacia, Slovenia, Austria, vende ndryshme si Gjermania, Turqia. Vajton, folëm pak për sigurimin shëndetësor, u mundu mi prek disa tema, po përveç ofrimit të sigurimit shëndetësor edhe si këto kompani që kanë numër të madh punonjësve, çka tjetër duhet një kompani me siguru me Eurosik? Po kompanitë, në përgjithësi korporatat kanë gjithmonë nevojë për kompanitë të sigurimeve. Nis prej sigurimit të deturave, kasko, sigurimet të ofertave, kontratave, sigurimet të objekteve, sigurimet pronave, sigurimet mallit, mandej sigurimet shëndetësore, sigurimet aksidentale e tjerë. Gjitha këto janë të nevojshme për bizneset. Të marrë parasysh ose të marrë tregun ndërkombëtar, ata në çdo aspekt kanë sigurime në çdo pjesë ose çdo kond. Që është shumë e rëndësishme, në Kosovë shumë pak kompani kanë sigurimet përgjithësisë profesionale, që kjo është një prej produkteve ose një shumë e nevojshme. Mandej, mbi gjitha është sigurimi shëndetësor. Pra po dakordohemi që rripatem më titullin e temës që sigurimi shëndetësor nuk është më një benefit, por është një domosdoshmëri për një kompani që të ketë sukses. Po, sigurimi shëndetësor e bën ndryshimin ndërmjet kompanive. Të marrë shembull shumica e punëtorëve ose inxhinierave ose lamive ndryshme kur ndrojnë kompanitë, shkojnë te ato kompanitë që ofrojnë kushte më të mira. Por cila është ajo që identifikon ato kompani që kanë kushte të mira të sigurimit shëndetësor, aty ndihen më të sigurt, ndihen më të mbrojtur. Domethënë, nuk mund me thonë është ajo është benefit, po është një që është domosdoshme me pas sigurimin shëndetësor. Vajton, kënaqësimet pas këtë pjesë, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe shpresoj që kjo e rrit pak vetdijen e kompanive që akoma nuk e kanë bën një hap të tillë. Faleminderit shumë Gili, edhe ju uroj suksese, faleminderit për mundësinë e bashkëpunimit me juve edhe me qenë pjesë e juve si sponsor general. Kënaqësia është e juve. Faleminderit.